Mirë se vini, nëse keni ndjerë ndonjëherë atë dëshirën për ta kthyer pasionin e bërjes së qirinjve nga diçka që e bëni në kuzhinën e shtëpisë, në një brand të vërtet lifestyle, atëherë jeni në vendin e duhur. Në këtë udhërrëthyes, ose le ta quajmë një seancë mentorimi, do të zbulojmë saktësisht se si ndërtohet ky rrugtim, do të shohim se si një ide kthehet në një strukturë të mirëfillt, të mbushur me emocion dhe mbi të gjitha, plotësisht të shkallëzueshme. Okej, le të futemi direkt në temë. Harta jonë rrugës sot ka 6 ndalesa kryesore. Do të flasim për shitjen e emocionit, zotrimin e cilësisë, atë balancën delikate mes kreativitetit dhe konsistencës, storytellingun emocional, lidhjet lokale dhe në fund fare, shkallëzimin e biznesit tuaj në retail. Pra, le ta nisim me hapin e parë, shitja e emocionit, ose siç më pëlqen ta quaj, ndryshimi i madh i paradigmës. E dini, gjëja e parë që duhet të kuptojmë është ky mentalitet i ri. Sot, askush nuk blen një qiri thjesht sepse ka nevojë për dritë apo jo. Absolutisht jo. Kjo është kthyer në një industri miliarda dollarësh që bazohet tërësisht te kultura e kujdesit për veten. Artizanët më të suksesshëm e dinë shumë mirë që nuk po ofrojnë thjesht pak dyll, një copë pambuksi fitil apo një aromë të zakonshme. Ajo që hidhet vërtet në treg është një atmosferë e re. Është ai relaksi total pas një dite vërtet gjatë. Është një detaj estetik për shtëpinë ose thjesht një moment i pastër luksi. Kur arrini të shisni një ndryshim të energjisë së dhomës, aty vërtet produkti juaj fiton një vlerë të pamatshme. Le të kalojmë te pika e dytë, zotrimi i cilësisë. Këtu flasim për ndërtimin e një themeli të gurtë. Përpara se të mendoni të pushtoni botën apo të filloni shkallëzimin, duhet të nisni me hapa të vegjël. A e dini cili është kurthi më i rrezikshëm për një sipërmarrës fillestar? Është numri 50. Lançoni i 50 aromave apo ngjyrave të ndryshme që në ditën e parë është një gabim klasik. E gjithë kjo bën vetëm një gjë: hollon identitetin e markës suaj dhe shkatron totalisht kontrollin e cilësisë. Sekreti i vërtet? Zotërimi i një numri të vogël produktesh për t'u dalluar vërtet nga turma. Në vend që të krijoni rrëmuj, fokusoni te disa nisha specifike fillestare. Për shembull, mund ta ndani vëmendjen mes qirinjve aromatik minimalist për shtëpi dhe atyre formave dekorative si bubble candles që bëjnë namin në Pinterest. Ose, ndoshta fokusoni te kutitë super të kuruara të dhuratave apo te koleksionet e limituara sezonale. Kur zgjidhni një drejtim kaq të qartë dhe specifik, jeni duke ndërtuar një identitet marke të palëkundur. Por kujdes, pas çdo zgjedhje estetike, fshihet një shkencë e vërtet. Hapa teknik tu janë baza e gjithçkaje. Së pari, duhet të kuptoni në detaje se si sillet çdo lloj dylli. Pastaj, fitilat, ato duhen testuar vazhdimisht që të mos krijojnë atë tymin e zi të bezdisshëm. Dhe mos të flasim pastaj për temperaturat e shkrirjes. Për shembull, hedhja e vajrave aromatike eksaktësisht në 55 gradë Celsius për atë lidhjen perfekte molekulare është punë laboratori. Standardizimi i sigurisë është thjesht një rregull tjetër i panegociueshëm. Mjeshtëria mbi këto materiale nuk diskutohet. Pra, thelbi gjithë kësaj historie mund të përmblidhet me këtë shprehje: një produkt i bukur, pa cilësi, nuk mbijeton. Sado tërheqës të duket qiriri nga jashtë, sado ma gjepsës të jetë ai paketimi që keni krijuar, nëse ai nuk digjet siç duhet, apo nëse aroma zhduket sapo ndizet, blerësi nuk do të kthehet më kurrë. Cilësia është ajo që garanton mbijetesën tuaj në këtë treg të ashpër. Tani arritëm te pjesa e tretë, kreativiteti përballë konsistencës. Kjo është sfida e vërtet e çdo artizani. Si bëhet që të ruani atë vizionin tuaj artistik kur ndërkohë kërkohet një prodhim super i standardizuar? Kjo tregon një dualitet vërtet jashtëzakonshëm. Nga njëra anë, keni elementet kreative, po flasim për ngjyrat, fontët në etiketë, zbulimin e atyre aromave të reja mahnitse. Kjo është ajo që na tërheq të gjithëve në fillim. Por nga ana tjetër, është realiteti i ftohtë i prodhimit, testime pafund, mbajtja e standardeve dhe krijimi i sistemeve organizative të hekurta për të menaxhuar porositë që shtohen. Një operacion biznesi vërtet i suksesshëm di se si t'i harmonizojë këto dy forca në perfeksion. Dhe kjo na sjell te pika e katërt, storytelling emocional, ose ndryshe, motori juaj vizual. Tani, fokusi kalon tek motorët e marketingut. Për të pasur vërtet ndikim, përmbajtja juaj sociale duhet të jetë tepër e kuruar. Dëgjoni, askush nuk ka ngecë të shohë një video të mërzitshme se si mate dylli. Por, dokumentimi estetik i atij procesit të derdhjes me dorë, videot me gjepse të zbulimit të paketimit apo estetika cozy, ato bëjnë për vete miliona njerëz. Mënyra se si e prezentoni veten online në TikTok apo Instagram është fiks po aq vendimtare sa vetë nuhatja e qiritit kur e keni përpara.
Koncepti thelbësor këtu quhet brand storytelling. Njerëzit pëlqejnë shumë të dinë se çfarë ndodh prapa perdes. Kur ju ndani frymëzimin që çoi në krijimin e një koleksioni, arsyen pse po e bëni këtë, ju krijoni një lidhje të jashtëzakonshme. Kjo e lartëson atë që keni prodhuar me dorë, duke shkëputur atë me kilometra larg perceptimit e një produkti të ftohtë që prodhohet në masë. Kalojmë te hapi 5, lidhjet lokale dhe fillimi i zgjerimit fizik. Tani, ajo që është shumë interesante është se pasi të keni zotëruar botën online, hapi radhës është të dilni jashtë. Strategjitë lokale janë fantastike. Imagjinoni të partnerizoni me një kafenet e largjes ku qirin tuaj bëjnë të gjithë atmosferën e atij ambienti. Ose të dërgoni ca paketa estetike PR të krijuesit lokal të përmbajtjes. E gjithë kjo funksionon si një portofol fizik briljant. Kur njerëzit e shohin produktin tuaj fizikisht në komunitet, kjo krijon një rrjetë mbështetës organik shumë të fuqishëm. Por, ndërsa këto gjëra fillojnë të funksionojnë dhe biznesi merr formë, ngrihet një pyetje thelbësore. Çfarë ndodh eksaktësisht kur kërkesa papritmas shpërthen? Çfarë ndodh kur inboxi nuk pushon dhe inventari boshatiset brenda ditës? Kjo na çon drejt atij qëllimit përfundimtar, profesionalizimet dhe rritjes përtej atij dyqanit vogël që filluat. Dhe ja ku jemi te pika e 6 e fundit, shkallëzimi në retail. Kjo është maja e malit. Kjo është tamam faza ku biznesi juaj diplomohet për të shndruar në një brand të plot lifestyle. Le të shohim se si funksionon kjo në kohë. Niseni muajin e parë me një identitet online të vogël por super të kuruar. Diku nga muaji 6 filloni ato bashkëpunimet me kafenete lokale. Dhe kur të arrini te viti i dytë, atëherë keni themelin mjaftueshëm të fortë për të përballuar prodhimin që ju duhet për të hyrë plot krenari në raftet e dyqaneve të mëdha retail. Dhe kur ndodh ky kalim, hapen dyert e një bote të re. Pasi keni kapur marzhe më të larta fitimi dhe një besnikëri të thellë të atyre klientëve tuaj, mund të prezentoni natyrshëm produkte të reja. Qirinjt lehtësisht mund të pasohen nga spërkatës dome, difuzor aromash, ca sapun artizanal apo elemente shtesë të dekorit të shtëpisë. Besimin e keni krijuar tashmë. Blerësit janë plotësisht gati të aftojnë të gjithë këtë ekosistem të markës suaj brenda në shtëpitë e tyre. Sidoqoftë, për çdo sipërmarrës ambicioz që po e dëgjon këtë, ka një rikujtim të domosdoshëm që duhet ta bëjmë. Realiteti është se pas çdo pamje cozy fshihet një mal me punë. Fshihen orë të panumërta testimesh teknike në laboratoret tuaja, net të gjata paketimesh ku nuk ndjeni më duart, dhe padyshim një përpjekje e vazhdueshme në marketing vetëm e vetëm për të mbajtur gjallë atë iluzion estetik. E vërteta më e madhe e gjithë kësaj industrie mbetet kjo. Produktet artizanale që mbjetojnë nuk blihen kur thjesht për atë funksionin e tyre bazik. Jo, ato blihen sepse ndryshojnë mënyrën se si ne ndihemi. Ato ndriçojnë një dhomë, por ç'është më e rëndësishmja, i ndryshojnë komplet energjinë asaj. Kështu që pyetja vetme që dua t'ju lë sot, nëse vërtet synoni të ndërtoni diçka madhështore, është kjo. Cili do të jetë emocioni i radhës që do të ftoni botën të blejë?